Në momentet e caktuara ndihemi nevojë shumë të madhe për të identifikuar me diçka të shenjtë, sepse kemi shumë të vështirë ta pranojmë që ndoshta nuk kemi këtu për një qëllim të caktuar ose të udhëhequr nga një bashkësi e caktuar morali të drejtash etj. Dhe nga ana tjetër kemi një indiferentizëm në përditshmërinë tonë kundrejt këtyre gjërave që në fakt mund të jenë shenjta ose mund të jenë më të mëdha se sa kjo rutina jonë e përditshme. Kisha një skicë që kishte një fabul të ngjashme me një kryengritje të njerëzve, një grotesk për anën, po them, të shenjtë që njerëzit besoj se kanë tendencën të harrojnë në përditshmërinë e tyre. A mendon që kjo ide e pavarësisë e individualitetit është më tepër një lloj iluzioni dhe a jemi më të ndikuar nga forcat kolektive se sa nga sa ne duam ta pranojmë? Kjo nevoja e njeriut për të individualizuar, për të qenë ndryshe nga gjithë tjerët, nga një anë më duket patjetër në qendër të egos njerëzore, por nga ana tjetër bëhet pak i lodhshëm, qesharak ndoshta diku. Kështu që duhet luaja me diçka të tillë. Ne kemi grupime të cilat bëhen bashkë dhe përpiqen të shpjegojnë. Pastaj kemi disa persona që individualiteti ose egoja e tyre ngre krye dhe padyshim që ata duhet të ishin ndryshe ose duhet të ndiheshin ndryshe nga të tjerë. Në gjithë historinë unë mendoj se institucionet kanë pasur shumë pak ndikim, çuditërisht, në mënyrën se si njerëzit lidheshin me, po them, të shenjtën ose me atë se çfarë ata konsideronin më të rëndësishme në jetën e tyre. Kam kënaqësinë që në këtë episod të podcastit Apostrof të kem të ftuar autorin Dionis Prifti, i cili është fituesi i çmimit KDR për letërsinë për vitin 2024. Dionis, mirë se erdhe. Është u gjeta, faleminderit për ftesën. Së fundi kam lexuar romanin tuaj 2 javë në balon. E shijova shumë leximin e tij, domethënë me gjithë një lloj frustrimi ose acarimi që kisha her pas here sepse nuk po si thoj çfarë ishte balona dhe çfarë po ndodhte. Por ishte domethënë një lloj acarimi dhe frustrimi për mirë. Para se të fillojmë, mund të bësh një lloj sinopsis ose një lloj përmbledhje të ngjarjeve të romanit? Patjetër, romani flet për ose merr shkas nga një balon e çuditshme në syrin në formën e një syre njeriu që ngrihet në një qytet imagjinar, quajtur Morpia, dhe vijon me 2 javë të shkëputura nga jeta e banorëve të Morpias, që përpiqen të japin një kuptim balonës. Në fillim shohim disa grupime të atyre që përpiqen ta identifikojnë balonën me diçka të shenjtë, të madhërishme. Më pas shohim që njerëzit kanë nevojë të individualizohen dhe secili jep një përqasje ndryshe, po asnjëherë, siç edhe ti e ke marrë këtë zhgënjimin ose asarimin, asnjëherë nuk arrihet në një konkluzion të qartë se çfarë ishte gjithë kjo balon. Ndërkohë kam lexuar në disa intervista të tua të mëparshme që frymëzimi për këtë roman ose ndoshta ideja fillestare ka qenë një pikturë e Odilon Redon, e titulluar për Edgar Allan Poe. Mund të të pyes çfarë të tërheq ka shumë tek artistët, të ky imazh më specifikisht, dhe është estetika, është, nuk e di, lloj ndjesie misteri. Po, unë fakt kisha një skicë që kishte një fabul të ngjashme me një kryengritje të njerëzve, një grotesk për anën, po them, të shenjtë që njerëzit besoj se kanë tendencën të harrojnë në përditshmërinë e tyre. Mirë, po e kisha lënë aty sepse nuk po dija se ta zhvilloja dhe çfarë ndryshe të jepja, se kjo është bërë shumë klishe, sidomos në letërsinë e pasme së jetës. Derisa pas ndoshta 2 vite që kisha këtë fabulën, këtë pikturë të Odilon Redon, e cila titullohet Emri i gjatë është syri si një balon e çuditshme ngrihet drejt pafundësisë, dhe është kushtuar Edgar Allan Poe-s, dhe unë po lexoja ato këtë shkrimtar amerikan që kam shumë qejf, dhe më ngacmoi sepse stili i tij është shumë abstrakt, duke marrë parasysh që është fundi i shekullit 19 në Francë. Më bëri përshtypje sepse nuk e njeh këtë artist më përpara, këtë piktor. Pikturat e kam shumë qejf dhe më duk sikur e gjitha mund të ishte hapja e këtij romanit fabulës që pastaj ndërtova në roman. Diçka tjetër që më pëlqeu dhe më duk sikur përmbush tabloja është që në atë kohë, po edhe tani, më pëlqen të, po them, bëj homazhe të shkrimtarëve apo artistëve që më frymëzojnë në një periudhë të caktuar, duke qenë se edhe vetë piktura e Odilon Redon ishte një homazh Edgar Allan Poe. Më duk diçka e këndshme që unë ta nisja nga kjo pikturë. Gjithsesi, unë kam
patjetër që kam derivuar shumë nga ajo piktura, është thjesht piknisje, madje e përmend edhe në roman, edhe është nga shpjegimet e mundshme që jepet aty, që nuk hidhet asnjëherë poshtë plotësisht, po as nuk legjitimohet plotësisht, kështu që kjo ishte piknisja domethënë nga piktura. Jo vetëm në këtë rast, por në shumë raste të tjera marr shumë indicje nga pikturat, nga filmat, nga muzikat, madje do thosha në pothuajse shumë pak raste marr indicje nga letërsia, më shumë marr nga këto artet e tjera që përmenda, kryesisht piktura dhe muzika. Po, në fakt, edhe gjatë kohës po lexoja librin e kisha këtë ndjesi, domethënë her pas here më dukej sikur shikoja një film, ka një ritëm pak më ndryshe nga çka letërsia, nuk e di, po themi tradicionale. Domethënë ka disa momente heshtje, disa momente shumë vizuale, domethënë momente meditative. A mendon që ka gjëra që filmi dhe kinemaja ose artet vizuale mund të përcjellin dhe letërsia jo, ose gjëra të tjera që letërsia mund të përcjellin më mirë dhe artet vizuale jo dash? Kjo është një pyetje shumë e gjerë dhe shumë e bukur. Faleminderit që e bëre, sepse e vras shumë mendje për këtë. Merrem edhe me skenare dhe me filma të shkurtër. Kam mbaruar dhe macin për regji filmi dhe më ngacmon shumë kjo pyetje gjatë gjithë kohës. Mendoj se filmi ka nisur si një përpjekje për të ekranizuar veprat letrare ose narrativën në përgjithësi, por gjatë evolimit të tij është tashmë pa dyshim një art i më vetësishëm kinemaja, po flas të paktën nga ana ime personale se kam kuptuar këtë, kineman e kam njohur më vonë se ç'kam njohur letërsinë, kam shkruar më herët se ç'a ta konsideroja seriozisht dhe kineman, dhe ishin shumë regjizor që ma ndryshuan mendimin se në fakt kinemaja është një art, siç thash, i më vetësishëm, siç për shembull ndër të parët ishte David Lynch që më dha pikërisht këtë përqasjen që tani nuk po flasim më për ekranizimin në një narrative, por është diçka komplet tjetër. Pastaj lexova shumë kryesisht mbi montazhin sovjetik dhe teorinë e tij, pasionova shumë pas shumë regjizorëve rus, Tarkovski më i famshëm, dhe tani e them me bindje domethënë që kinemaja është një art tjetër. Në letërsi ti mund të shkruash edhe me figura ose me imazhe, siç më vjen mirë që të ka ardhur edhe ty ky, se e marr gjatë gjithë kohës si mendim nga lexuesit, që mënyra si shkruaj është po them kinematografike, është fjalë e madhe, po është me imazhe, domethënë. Ka një gjuhë vizuale shumë të nuk po them që e bëj me dashje, më vjen shumë spontanisht, ndoshta sepse jam i lodhur nga mënyrat klasike të shkruarit një libër, ndoshta sepse më pëlqen dhe më inspiron gjithashtu edhe imazhi, piktura dhe filmi kinemaja, kështu që është shumë spontane të thosh. Mund të dallosh në krijimet e tua dhe mënyrën se si shkruan ndonjë ndikim pak më specifik, po themi nga kinemaja ose nga regjizorë të caktuar, në këtë ditë përmende Tarkovski dhe David Lynch, po ndonjë element më specifik të tyre që të ka influencuar? Ndoshta jo drejt për drejt në këtë roman, po në një tjetër që kam nisur të shkruaj, mendoj se kam shumë inspirime nga mënyra poetike se si e portretizon një ngjarje ose një ndjesi Tarkovski që e përmenda, Wong Kar-wai, që është një regjizor nga Hong Kongu, të cilin e kam shumë për zemër. Madje kam bërë një studim për kineman e tij. David Lynch tashmë besoj se jam shkëputur pak nga surrealizmi i tij. Nuk e di pse, po më duket pak i rënd tani, nuk e di, dua diçka pak më të lehtë. Është nga ata regjisorët që të befasojnë në fillim dhe pastaj te kalon, më thënë ti rritesh edhe i lë pak. Ose i rikthehesh pas 10-20 vjetësh edhe merr pastaj një përqasje tjetër. Pastaj ka shumë regjizorë të tjerë, siç është për shembull një regjizor turk që unë kam shumë qef, Nuri Bilge Ceylan. Ai bën një kinema shumë slow, shumë të ngadalt, dhe në shumë nga pasazhet që un kam në këtë romanin që do vijoj besoj, jam frymzuar nga ai pikërisht nga detajimi poetik, do thosha un, i emocioneve që po përjeton një personazh, ose ato gjërat që nuk thuhen por disi kuptohen, ngjarje që në thelb duken shumë të thjeshta, pa një themel, por që janë pasqyra e vërtetë e përditshmërisë tonë, dhe këta mund të përmend shumë më shumë pastaj, por që këta mund të përmend si ata që edhe më kanë frymzuar ose më kanë ndihmuar për mënyrën se si shkruaj tani. Ndalemi pak tek çmimi Kadare që ti fitove 10 vlerësimet, shërbejnë si motivim i rëndësishëm, por ndonjëherë kanë dhe këtë rrezikun që të krijojnë
pritshmëri për mënyrën se si duhet të shkruash ose se si duhet të krijosh në të ardhmen dhe kjo është një lloj kufizimi që ndonjëherë shkrimtarët dhe krijuesit i vënë vetes. Si ka ndikuar në rastin tënd ky vlerësim? Sigurisht që më bë shumë qefi, ishte një vlerësim që unë po them e doja prej kohë sepse kisha aplikuar edhe më parë, edhe me një dorë shkrim tjetër. Kështu që më bë shumë qefi edhe sepse ishte romani im i dytë, edhe sepse ndër vite aty kanë aplikuar dhe kanë fituar emra shumë të mirënjohur të letërsisë. Nuk mund të them që tani më ka restriktuar disi në mënyrën se si duhet shkruaj ose çfarë duhet shkruaj, por patjetër që është një përgjegjësi e shtuar për cilësinë e asaj që do shkruaj, patjetër. Ndërkohë ti në përditshmërinë tënde ushtron një profesion që nuk lidhet me letërsinë. Je programues, në mos gaboj? Ose ke studiuar për programim dhe ushtron? Po, unë kam studiuar për informatikë ekonomike, kam qenë programues për shumë vjet, ende programoj pak, por më shumë punoj në një pozicion të ri që quhet business manager në një kompani në Shqipëri, Lufthansa. Dhe tani ushtroj pak a shumë të dyja, dhe informaticieni dhe pjesën e menaxhimit. Po duhet të pyes sepse kjo pjesa e ushtrimit të programimit dhe të informatikës është një fushë që kërkon, domethënë, të mbështetet gjithmonë te logjika, të ofrosh gjithmonë zgjidhje ndaj problemeve. Ndërkohë letërsia dhe sidomos dhe mënyra se si ti shkruan është komplet në anën tjetër të kësaj gjë. A ndjen ndonjëherë sikur ndonjëra nga këto dy botë ndikon te tjetra, letërsia në punën tënde të përditshme ose puna jote e përditshme programimi në mënyrën se si mendon kur je duke shkruar? Ajo që besoj janë të përbashkëta, ajo që është që unë përpiqem të jem një njeri shumë i arsyeshëm, i logjikshëm, cerebral në formën e shkrimit, ashtu siç duhet shumë logjik për të programuar, ashtu mendoj unë duhet edhe shumë logjik në mënyrën e të shkruarit. Unë mendoj se letërsia është shkencë ose disiplinë shumë eksakte dhe duhet të jesh shumë i kujdesshëm në mënyrën se si shkruan, që çdo gjë të bëj kuptim dhe gjërat lidhen bashkë, jo vetëm për sa i përket narrativës, por për emocionet që ti po përçon. Kështu që për këtë mendoj se shoh të përbashkëta. Diçka tjetër që shoh përbashkët është që në programim, ashtu si gjithë informatikën në fakt, punohet me projekte. Dhe librin e shoh si një projekt, edhe puna e gjatë tani në programim më ka bërë të kuptoj që ti duhet të kesh shumë cilësi të tjera përveç talentit në atë fushë të saktuar, duhet të kesh shumë cilësi të tjera që të mbyllësh një projekt me sukses, që do thotë duhet të kesh vullnetin, duhet të kesh durimin, besimin deri në fund të tjerë me radhë, dhe kjo patjetër që duhet kur shkruan një libër, sepse është një ndërmarrje shumë e madhe, ti duhet të kesh atë konsistencën e mendimit në 5-6 vite që mund të jetë koha e shkrimit të librit, kështu që për këtë patjetër që më ka ndihmuar ta kuptoj. Pastaj për sa i përket vetë fushave që nuk kanë lidhje, unë përpiqem që në fakt mos t'i bëj bashk, sepse pastaj më bëhet shumë e lodhshme. Që tani është shumë e lodhshme ky ndrimi, po them, i mendimit nga një mendim shumë i qartë, eksakt në programim, në një mendim pak më poetiko-filozofik në shkrim, që tani pra është shumë e lodhshme ky dualiteti, kështu që nuk dua t'i përziej shumë dhe mendoj se nuk i përziej fare. Në librin ton balona që shfaqet mbi qytetin e Morpjas kthehet në një lloj obsesioni për të gjithë banorët e qytetit, edhe pse balona nuk është se vepron ose nuk është se ka nuk është se bën diçka konkrete. A është ky një lloj aludimi ose një lloj hamendësimi që ne jemi të prirur gjithmonë të japim kuptim edhe gjërave që nuk kanë kuptim? Po, kjo është ide kryesore dhe është një, po them, atribut i njeriut që më inspiron shumë, më duket njëkohësisht shumë frymëzuese, po dhe shumë e ngurtë në botë kuptimin ton njerëzor, që duhet patjetër të atashojmë një mendim ose një përfaqësim tonin te diçka që mund të jetë e shenjtë, por mund të jetë edhe komplet pa lidhje me njerëzit në përgjithësi. Kjo është një ndër, po them, indicet kryesore, por është edhe, nëse mund ta quaj kështu, një paradoks që ne kemi si qenie. Në momente të caktuara ndjemi nevojë shumë të madhe për të identifikuar me diçka të shenjtë, sepse kemi shumë të vështirë të pranojmë që ndoshta nuk kemi këtu për një qëllim të caktuar ose të udhëhequr nga një bashkësi e caktuar morali të drejtash e tjerë me radhë.
Dhe nga ana tjetër kemi një omnipotencë ose një shmangje, një indiferentizëm në përditshmërinë tonë kundrejt këtyre gjërave që në fakt mund të jenë shenjta ose mund të jenë më të mëdha se sa kjo rutina jonë e përditshme. Pra ne harrohemi të gjithë kohës me rutinën, por shumë rrallë na lind kjo ide që shikoj se ndoshta këtu nuk jemi kot, ndoshta këtu jemi për një arsye të caktuar dhe kemi këtë nevojën për të identifikuar. Edhe ky paradoks mua më duket shumë i çuditshëm, grotesk, edhe kjo ishte edhe gjithë themeli mbi cilin ndërtova romanin. Një gjë tjetër që vura re, domethënë gjatë leximit të romanit, është që personazhet trajtohen, nuk ka një personazh shëndror në ngjarje. Ndërkohë që në kulturën tonë sot jemi të përqendruar tek individualizmi, domethënë çdo njeri e sheh veten si një histori më vete, krijimi i këtyre imazheve në rrjetet sociale, ndërtimi po themi i markave personale ose trajtimi i vetes si një lloj marke personale që duhet marketuar dhe duhet shitur tek të tjerët. A mendon që kjo ide e pavarësisë dhe individualitetit është më tepër një lloj iluzioni? Dhe a jemi më të ndikuar nga forcat kolektive se sa nga sa ne duam ta pranojmë? Në roman bëhet gjithë kohës kjo loja midis grupimeve dhe më pas individit. Për sa i përket anës letrare, unë doja që në fillim që mos të kisha personazhe, po them, të përvetshëm. Madje shumë prej tyre nuk kanë emra ose përmenden në episode sporadikisht, sepse ashtu siç the edhe ti, kjo nevoja e njeriut për të individualizuar, për të qenë ndryshe nga të gjithë tjerët, për të pasur atë personin e tij identifikues, nga një anë më duket patjetër në qendër të egos njerëzore, por nga ana tjetër bëhet pak i lodhshëm, qesharak ndoshta diku, ashtu siç e the edhe ti, sidomos në këto rrjete sociale tani këto kohë të fundit. Kështu që duhet të luaja me diçka të tillë. Në fillim kemi grupime të cilat bëhen bashkë dhe përpiqen të shpjegojnë, pastaj kemi disa persona ose disa personazhe që individualiteti ose egoja e tyre ngre krye dhe padyshim që ata duhet të ishin ndryshe ose duhet të ndiheshin ndryshe nga të tjerët. Kështu që kjo është edhe rrjedha dhe i besoj se i përmbledh të dyja ato pikat, edhe faktin që duhet të bëhemi bashkë, edhe fakti që ndonjëherë duhet të individualizohemi, nëse mund ta them kështu. Në disa momente, domethënë me disa nga personazhet që janë më individual dhe paraqiten në situata më intime, vura re një lloj dëshire, domethënë për të reflektuar ose për të medituar mbi diçka më të thellë, po sikur ata vetë nuk arrinin, domethënë ishte një lloj përpjekje gjithmonë dhe ai qëllimi largohej gjithmonë prej tyre. Unë vetë nuk kam dashur që të zgjatej shumë për atje, madje edhe për shumë nga ata jam zgjatur sepse shumë lexues miq që kishin lexuar në dorëshkrim, të gjithë më thoshin që zgjero këtë personazh ose këtë, se ky mund të ketë shumë premisa, ky është shumë interesant, dhe kuptova që po tregohesha shumë i ngurtë me atë identime për mos t'i zgjeruar, por edhe më pas që i zgjerova nuk doja që ato meditimet ose bota tyre të brendshme të ishte aq e hapur për gjithë lexuesit, sepse secili pastaj mund të interpretoj siç doj ai. Por edhe diçka tjetër që e gjithë ajo mesele mendimesh që po ndodhte aty, edhe ata vetë i stepte që të kishin një mendim të qartë, kishin edhe një frikë të pashpjegueshme për mënyrën se si duhet sillesh, mënyrën që duhet të sillesh kundrejt balonës, por edhe për të kuptuar se çfarë përfaqësonte balona për ata. Kishte rizgjuar diçka te balona atyre, jo në lidhje me balonën, por kishte shërbyer si një spunto për të kuptuar ata vetë nga jeta e tyre. Ndërkaq, është një grup tjetër personazhesh nga të cilët pritet që t'i japin përgjigje në lidhje me balonën. Pritet nga personazhet në libër, por pritet edhe nga lexuesi, siç janë shkencëtarët apo zyrtarët qeveritar dhe politikanët. Megjithatë, ata nuk është se japin ndonjëherë një shpjegim të qartë se çfarë është balona, domethënë çfarë përfaqëson ose nga se përbëhet, dhe vetëm sa hedhin poshtë pretendimet e pabazuara dhe teoritë konspirative që linden her pas here gjatë librit. A është ky një lloj pasqyrimi i mënyrës se si pushteti dhe institucionet moderne trajtojnë të panjohurën? Pikë së pari po, mendoj se e gjithë kjo pasqyron pak institucionet moderne, por jo vetëm moderne, në gjithë historinë unë mendoj se institucionet kanë pasur shumë pak ndikim, çuditërisht, në mënyrën se si njerëzit lidheshin me
po them të shenjtën, ose me atë se çfarë ata konsideronin më të rëndësishme në jetën e tyre. Kam këtu parasysh edhe grupimet fetare në mesjet, për shembull, që ishin udhëheqëse të jetës institucionale të një vendi, pra nuk shërbenin vetëm si grupime fetare, por ishin më së shumti politike, siç edhe dihet. Mendoj se ato kanë pasur shumë ndikim në fakt me mënyrën se si njerëzit janë lidhur në po them në sublimitetin e tyre. Kështu që kjo ishte edhe pse ironizoj gjatë gjithë kohës këto institucionet. Pastaj është edhe fakti tjetër që mendoj se këto institucione në fakt nuk janë deri diku në shërbim të banorëve aty, më shumë se sa janë në shërbim të vetes tyre, pra ata gjatë gjithë kohës përpiqen të justifikojnë ekzistencën e tyre, ekzistencën e këtyre institucioneve, siç e shohim shumë rëndom që kjo ndodh gjatë gjithë kohës. Po ndërkohë si e sheh këtë pjesën që kohët e fundit ka një lloj rritjeje të influencës ose të retorikës tetare, sidomos në Amerikë, po dhe në një pjesë të vendeve perëndimore, po me sa bërë edhe këtu ka një lloj rritje, sidomos në media, më thëmë, flitet gjithmonë më shumë për moralin, po nuk e di ky është një moral që e ndajnë të gjithë, apo është një lloj tentative për të na shpërqendruar nga probleme të tjera, si e shikon ti këtë? Unë mendoj se përqasja e njeriu ndaj fesë ose ndaj trendeve të tjera, se unë e quaj si trend, paktën këto që po ndodh në Shqipëri, por edhe në Amerikë, siç the ti. Përqasja këtyre trendeve ndodh në val, po të shikosh edhe historikisht çu ka ndodhur gjithmonë, pra ka pas zhvillime ekonomike, politike që kanë krijuar lirshmëri në këtë përqasjen e feve të reja ose në feve ekzistuese, kanë krijuar lirshmëri në praktikimin e feve të caktuara. Dhe kjo gjë mendoj se po ndodhet tani në Shqipëri, pra është një val që ndoshta do vazhdoj të rritet, ndoshta do zbehet, por që jo domosdoshmërisht ka lidhje me nevojën e njerëzve për tu identifikuar me sublime. Pra për mua është e rëndësishme vetëm se si njerëzit identifikohen me sublime. Pastaj nëse jemi në rang institucional, më duket me pak interes. Ndoshta mund të jetë edhe një val politike ose një val që po them sponsorizohet pa dashur të bëj konspiracione, se nuk më intereson edhe jam shumë njeri jashtë kësaj fushë, po ndoshta edhe mund të ketë diçka të tillë që jo domosdoshmërisht mund të ketë diçka negative, ndoshta mund të ketë diçka pozitive. Ndërkohë sot duket sikur ka një mungesë tolerancë gjithnjë më të madhe ndaj paqartësisë ose ndaj ambiguitetit. Ne kërkojmë gjithmonë përgjigje të qarta, opinione të prera në lidhje me çdo lloj teme dhe shpjegime sa më të shpejta për gjithçka. Megjithatë, në romanin tënd dhe në tregimet e tua, ti duket sikur bën një lloj rezistencë ndaj kësaj. A mendon se jemi duke humbur në një farë mënyrë aftësinë për të bashkëtuar me pasigurinë dhe me paqartësinë? Nëse shkoj te konteksti historik, sepse gjithë ngjarja siç e lexova trajtohet në 2 javë, por unë kisha idenë që ajo disi të kondensonte periudhat e caktuara kohore shumë të gjata me shekuj ndryshe, ndoshta. Dhe prandaj edhe aty një opinion që duket deri diku i qartë hidhet pas 2 faqeve ose pas 2 ditëve, edhe asnjëherë nuk arrihet në një konkluzion të qartë, jo vetëm të shpjegimit të balonës, por edhe të qëndrimit konkret që mbajnë institucionet ndaj balonës. Dhe kjo është sipas asaj që dohet shkruaja, pasqyrimi i shumë etapave që ka kaluar njerëzimi, jo vetëm në përfaqësimin ndaj të shenjtës, që është aty kryeqendra, por në shumë mendimet që ata kanë pasur, pra ne kemi parë që ata kanë qenë shumë të bindur në antikitet për një set rregullash, një bashkësi rregullash ose një bashkësi bindesh se si funksiononte bota ose se si duhet ishte demokracia, pastaj këto rregulla u hodhën poshtë, lindën sisteme të reja politike, ekonomike, pastaj u hodhën prapë poshtë, morali gjithashtu ka qenë shumë i ndryshueshëm, po të shohim periudha të caktuara kohore, disa gjëra që ishin shumë po them normale, ishte norma se si funksionon shoqëria në Romën e lashtë, për shembull, ose në Kinën e lashtë, sot janë gjëra që ti mund burgosesh dhe janë gjëra shumë të çuditshme. Njëkohësisht mënyra se si kemi ne moralin sot është shumë ndryshme, ndoshta edhe nga shumë fise aborigjene, po them që jetojnë në harmoni brenda atyre. Kështu që këtë kam dashur, prandaj është kjo ambiguiteti gjatë gjithë kohës, kjo paqartësia, dhe nuk ka asnjëherë një
të drejtë ose të gabuar, asnjë gjë të qartë të asnjëri nga personazhet, pikërisht sepse unë mendoj që edhe këto normat e moralit janë të ndryshueshme, siç kanë qenë të ndryshueshme historikisht nga politika, nga ekonomia, nga rende të ndryshme që kanë përqafuar njerëzit në mbretëri ose në kushte të caktuara, kështu që prandaj është e gjitha ajo. Kam dashur të bëj siç thash një kondesim të gjithë këtyre epokave historike dhe se si ka evoluar morali dhe të gjithë tjera ndër to. Teknologjia është duke zbehur kufit midis realitetit e trillimit. Domethënë ne tani kemi deepfakes të krijuara përmes inteligjencës artificiale, kemi dhe art në qoftë se mund ta quajmë të gjeneruar përmes inteligjencës artificiale. Duhet të pyes, a mendon se ka ende letërsia fuqinë për të na treguar të vërtetën, apo mos vallë bota është bërë më e huaj dhe pa besueshme se sa historitë që krijojnë përmes letërsisë? Është çështje shumë e gjerë edhe pak e frikshme kur e mendon. Unë jam disi i fushës në informatikës, kështu që po them nuk më tremb aq shumë kjo gjë. Ishte diçka e pritshme, madje po them në këto rrethet tona që gjithë pjesa e artificial intelligence ishte diçka shumë e njohur prej 10 vitesh ndoshta. Dhe nuk më tremb aq shumë. Mendoj se njeriu gjithmonë do ketë nevojë për letërsinë, për artin në përgjithësi. Nuk e shoh si kërcënim AI-n. Madje përkundrazi mendoj se në artet e caktuara, sidomos në kinema, ai do ndihmoj shumë. Për shembull, sot e dim që procesi i prodhimit të një filmi është shumë i kushtueshëm, i lodhshëm, që përfshin me qindra njerëz, me qindra miliona lek ose euro etj. Me radhë. Dhe mendoj se shumë nga këto do facilitohen pikërisht nga AI, duke prodhuar si në pre-production ose në production modele të gatshme se si duhet të bësh. Pa kaluar pastaj në ato që diskutohet shpesh që edhe aktorët ndoshta do jenë AI. Por unë këtë, siç thash, e shoh pozitive, sepse kjo do i lejojë njerëzve që të prodhojnë më shumë filma, të kenë mundësi të shprehin mendimet e tyre të çuditshme pa pasur nevojë për buxhete marramëndse etj. Me radhë. Pra e shoh si një mjet të domosdoshëm që ta lehtësoj gjithë të procesin e prodhimit të filmave. Në letërsi e shoh pak ndryshe këtë, sepse letërsia është një art që prodhohet në mënyrë shumë vetmitare, është një art që ka në bazë vetëm një njeri, pra vetëm autorin, jo si filmi që ka regjisorin edhe 200 tjerë në mbrapa. Dhe si e tillë, mendoj se autori do jetë gjithmonë ai që do jetë, po them, krijuesi i parë dhe i vetëm i librit. Dhe shoh pak më të vështirë që AI të ndihmojë këtu ose që të prishi punë. Patjetër mund të prishi punë që shumë libra mund të prodhohen me AI, duke ndikuar, do thosha, negativisht në shijet e lexuesit, por besoj se këtu po flasim për një lexues, po them, nën mesatar që që kërkon një letërsi shumë të thjeshtë, shumë të shpejtë, një letërsi që ka në qendër ndoshta vetëm trillin ose një fabulë interesante, që patjetër mund ta krijojë AI, por nuk mendoj se do arrijë në atë nivel sa të përmbushë kërkesat e një lexuesi që do të marrë nga libri i tjetrit vetëm mendimet e një autori human, pra jo AI. Kështu që këtu e shoh pak të vështirë, po ndoshta edhe unë po e shoh pak në mënyrë të cunguar, se ndoshta AI do na çuditësi të gjithë dhe do bëj libra më të mirë se këto që ne kemi lexuar, nuk e di. Pastaj pjesa e deepfake-ut që ti përmende, që mund të lidhet ndoshta pak me këta aktorët që ndoshta mund të jenë AI në të ardhmen, kjo është pak e frikshme. Është pak e frikshme, po thash, ndoshta mund të shohim edhe anë pozitive, ndoshta mund të shikojmë që mund të lehtësojë shumë gjëra ky deepfake-u. Më shumë se sa në po them lehtësimin ose pengimin e të bërit të art, deepfake-u në AI edhe shumë paradigma të tjerë unë i shoh me shqetësim për sa i përket etikës më shumë se sa prodhimit të artit. Pra, ti mund të shohësh një film të prodhuar komplet me deepfake, po a do ishte etike ndaj, ku e di unë, industrisë ose aktorëve, regjisorëve, skenaristëve, që gjithë kjo gjë, po them, nuk pëlqen fjala të përçudnohet, po vetë deepfake-u kështu është si përçudnim, e shoh unë, kështu që mbetet një dilemë etike, do thosha. Në fund, çfarë mesazhi do doje që të merrte lexuesi pasi të ketë mbyllur librin tënd? Po, siç edhe thash, aty nuk mbahet ndonjë qëndrim i saktë ose i qartë, madje është çdo gjë shumë me shumë kuptimsi, ambige në fund. Është, domethënë, një lloj paralajmërimi në lidhje me diçka të
caktuar, është një lloj analize. Do thosha është një thirrje më shumë që të jemi më shumë ndoshta të lidhur me diçka pak më të qëndrueshme se sa rutina jon. Në artet lindore të mirëqenies e tjera, më pëlqen shumë kjo fjala që në anglisht i thon mindfulness. Ndoshta kjo do ishte kryesorja, por që të mund të artikuloj një mesazh të qartë se çfarë është, nuk e bëj dot sepse mbi të gjitha edhe jam larguar pak nga kjo letërsia që duhet të ketë patjetër një moral ose një mesazh, por unë mendoj se aty brenda ka shumë thirrje që do na bënin të kuptonim pak më shumë veten tonë, të kuptonim pak më shumë gjëra, siç thash, pak më të qëndrueshme se sa rutina zakonore. Mirë, Dionis, faleminderit që ishe pjesë e Apostrof. Faleminderit. Shumë e këndshme intervista. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.